Jemi rikthyer në spektaklin tuaj. Jemi këtu bashkë në sheshin e fjalës së mira, këngës së bukur. Në vendin ku vinë e flasin njerëz të mirë, njerëz që janë protagonistë të kohrave të ndryshme, njerëz që janë autorë dhe kreatorë të veprave të mëdha në nivel kombëtar e idealist. Një i tillë vjen sonte. Ngjarje e një jetë e një rrëfim tepër i veçantë. Zonja zotëri për ju, për ne, për të gjithë, zotëri Riza Gjakli. Eri, mirë se erdhe. Mirë se gjete. Si e burri dheut? Mirë, shëndosh, rahat. Familja mirë, vetë mirë. Gjithë mirë, po. Shëqërë zot, Shëqërë bëfë. që ke shpetu gjallë e përjeton lirin në Kosovë. Se kohra e periudha e jetë të vështirë. Po, fillimisht mirë se erdhe. Falënderit shumë, mirë se të gjeta, falënderit për ftesën. Jam i lumtur që një pjesë të jetës time atje brenda grilave do të ndaj me ty sonte dhe me shikues të televizionit 21. Edhe jetën tonë se të kemi personazh. Falënderit. Kemi personazh, një rrëfim i bukur. Një rrëfim idealisti i cili është shumë i rëndësishëm për brezat që vinë, një tregim se si duhet të duhet atë dheu. Falënderit shumë. Falënderit shumë, falënderit shumë. Në shtator vitit 1987, në ish Jugoslavi, e në Serbi, u nisë një ditë në shërbimin ushtarak. Ishe i ri? Në shërbim ushtarak shkova. Ma dërguan ftesën, mandej kemi qenë edhe të obliguar të shkojmë, sepse edhe ashtu pos shkojë të Burgosin. Po, e po edhe nëse shkon tani të Burgosin prapë, kështu ka qenë jetra. Ajo i ndodhi dikujt. Po, në mars të vitit 87 kam shkuar, kurse pas ushtrimeve që e kemi kryer atëherë në ushtrin jugoslave, më transferuan fillimisht kam qenë në Karqov, mandej në Zaječar dhe përfundimisht në Paraqin. Në Paraqin më transferuan në Kahmesi i Qershorit të vitit 87 dhe aty kur shkova në atë kazerm gjeta një 6-7 shqiptar dhe protagonisti për të cilin do të bisedojmë sot Aziz Kelmendi. Atë botë nuk ishte aty, kishte qenë në Prizren, në pushim vjetor si kanë qenë, por ai pas një javë 10 ditë edhe erdhë në këtë për ndërlidhë, sepse me Azizin më ka rastis të jem së bashku 2 muaj e gjysmë, jo më shumë. Veç 2 muaj e gjysmë. Veç 2 muaj me gjysmë, po. Bëhet fjalë tani ma për dëshmorin e kombit, Aziz Kelmendin, që e duar përfasin. Ajo ngjarje ka të rëndit mbar shqiptarin, kudo që kanë qenë, në gjithë globin toksor. Ajo ngjarje për të cilën do të flasim ka të rëndit edhe Jugoslavin, sigurisht. Ndoshta ka qenë një moment edhe një pretekst i atyre që të burgosin sa ma shumë shqiptarë, torturojnë e kështu, po do të flasim në vazhdim. Po bëhet fjalë për një ngjarje që në një natë një grup ushtarësh shqiptar do të fillojnë, si të themi, kalvarin e tyre jetësor në raport me një Jugoslavi terroriste, me një Serbi terroriste, edhe krejt pa faj. Pavarësisht që veprimi i heroik i Aziz Kelmendit ishte në rregull dhe i planifikuar. Njerëzit kanë shumë në mëdyshje në këtë drejtim, po sonte do të flasim bashkë pikërisht për këtë gjë. Njohja me Azizin ndodhi kur ai u kthy prej pushimit. Domethënë shkova Kahmesi Qershorit atje, ai ka 27 apo 8 qershori u kthye nga pushimi, por fillimisht me shqiptarin e parë të cilin jam parë ka qenë Afrim Mehmeti, Abdul Gjemil Alimani dhe këta të tjerë. Dhe ata më thanë që është edhe një shqiptar tjetër i cili është në shtëpi, por do të vjen. Erdhi Azizi ka fundi i Qershorit dhe ai ka qenë në atë njësin ku së bashku me Afrimin jetnin në roje të një depo municioni. Atje rrini një javë, mandej një javë vini në kazernë, ndërroheshin ushtarët ashtu ka qenë ai farë rregulli
ushtarak i armatës Jugoslave atëherë, kurse unë kam qenë tërë kohën në kazermë aty, sepse kam qenë në vozitës i ushqimit. Dhe më thonë, unë thuja se edhe kur ishin atje, edhe kur ishin këtu, i sheha çdo ditë. Edhe atje ja u çoj ushqimin edhe këtu. Edhe këndej, po. Edhe kemi pas kontakte të shpeshta kemi pasur. Të drejtën me ta thënë, kur për herë të parë u pash kështu në dukje, ka qenë jo dhe shumë i gjatë me trup, ashtu mesatar, njëri i tërhequr, më vonë e kuptova që ka qenë shumë i lexuar për moshën të cilën e kishte atë botë, sepse Azizi pasi përfundoi vitin e parë të fakultetit juridik, e dërguar në shërbim ushtarak, edhe më vonë mandej kemi marrur vesh që ka qenë student i 10-ave. Student i shkëlqyshëm. Po, shkëlqyshëm ka qenë. Edhe pasion, themi në farforme, ishte i tij që të flet për historinë e popullit shqiptar sidomos, dhe fliste se si serbët, përkatësisht slavët që nga mesjeta kur janë ardhur në Ballkan, dhe të gjitha të zeza, minzyra të cilat i kanë për popullit shqiptar, ato e preokuponin shumë. E preokuponin shumë. Këto biseda i bëjshi pak konfidenciale, a? Të drejtën me të thënë, ajo ka qenë një kazermë e vogël, ku kanë qenë gjithsej 60 ushtarë, prej tyre kemi qenë 7-8 shqiptarë, dhe një farforme ne fituam besimin e ndërsjell ndër veti dhe bisedonim ashtu. Kemi biseduar për atë që e preokupon një njeri, një shqiptar në përgjithësi. Ka qenë ndoshta jo në Paraqin, po në vende tjera kur kanë qenë, ka pasur edhe të tillë, por ata janë njohur më njëherë dhe në prezencën e tyre mandej këtu biseda, edhe pse kanë qenë shumë normale, është dashur të ruhesh, sepse ata të sigurimit e kanë quajtur KOS, sigurimi kundër informativ Jugoslav, të merrin në biseda informative më njëherë, pse bëni kësi biseda, pse rrini ju bashkë. Kontra obavështajna služba. Ashtu të qenë, jo. Edhe absolutisht kanë pyet, se na kanë pyetur, unë kam qenë në Novo Mesto ushtarë, kemi qenë shumë shqiptar. Në momentet që kemi nejt bashkë edhe kemi bisedu, me patjetër dikush u marr pyetje. Ashtu. Edhe kështu ndodhte edhe me juve? Ndodhte, por të drejtën me ta thënë, Azizi dhe Afrimi ishin në fund të shërbimit ushtarak, unë isha ka gjysmë ashtu, edhe i krynin obligimet e tyre të cilat i kishin brenda ditës që duhet të kryhen, o roja, o pastrimi, o që kanë bërë detyrat ushtarake që ishin. Mandej nga ora 3 kur oficerët shkonin në shtëpi, kemi qenë më të lirë, dhe më thonë, të gjitha këtu biseda e më bërë, pasi oficerët kanë shkuar në shtëpi, gjatë darkës ose pas darkës, kur shkonim në sallën e televizorit për me këshyr lajmet, duhej me do mos shikuar, po, edhe ashtu, ka qenë një kohë kur, sinqerisht, ajo më pastaj që erdhi ka qenë keqe dhe rëndë e vështirë, por kohat të cilin e kemi kaluar aty si 20 vjeçar atë botë. 20 vjeçar ishe? 20 vjeçar, po. Këta ishin më të ri? Më të ri. Azizi ka qenë një 8 ditë pas meje,